Se shërbehet uji bashkë me kafen. Praktika e shërbimit të ujit bashkë me kafen daton qysh prej shekujve të mëhershëm, kryesisht është përdorur në lindje. Një prej arsyeve kryesore sepse është shërbyer uji me kafe ka qenë të testohet kafja, kryesisht është aplikuar domethënë te sultanët, ka qenë testimi i kafes sepse a është e helmuar apo jo. Sultani kur i është shërby kafja fillimisht gishtin e vogël i ka vendosur brenda kafes e mandej brenda ujit, nëse uji është turbullu, atëherë e kanë vërejt që kafja është e helmuar dhe dikush është të dashur me bë atentat ndaj sultanit. Po nëse uji nuk është turbullu, atëherë kafja është pi dhe është shiju nga ana e sultanit. Një praktikë shumë e veçantë e shërbimit të ujit me kafen, që është përdorur me vjet, qoftë në lindje, qoftë në Ballkan dhe në vende tjera të ndryshme të botës, është për shkak se kur mysafiri ka ardhur në ndejt, është domethënë ka qenë turp ta pyesësh se ai i rritër dhe ja shërby uji me kafe. Nëse mysafiri fillimisht e ka marrë ujin, domethënë ka pi ujin, ka dhënë mesazhin që unë jam i urritur edhe i është shtruar sofra sipas adetit dhe zakonit të vendit. Po nëse mysafiri fillimisht e ka shiju kafen, domethënë ka pi kafen, atëherë ai ka dhënë mesazhin që unë jam i ngopun, ka marrë vetëm për muhabet ose për me trajtu një çështje të caktuar.